Të gjitha falënderimet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala i takojnë. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Zot s'ka kush që humb, dhe atë të cilin e lën në humbje s'ka kush që udhëzon përveç tij. Dëshmoj se vetëm Allahu është Zot që meriton të adhurohet, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i dërguar i tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik, në mbi të gjithë besimtarët të cilët e trashëguan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtarë, këtë ligjërat të kësaj javë do t'ja kushtojmë njërit prej ibadeteve më të rëndësishme në fenë tonë. Një adhurim i veçantë që Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri obligim për një pjesë të besimtarëve. Një detyrë e besimtarëve e cila përveç sevapit dhe të mirave personale ka implikime ose ndikimi i saj është edhe tek masa e gjerë, edhe tek populli. Ndoshta shumica prej ibadeteve ndëlidhen me personin, në mënyrë personale. Nëse falesh, dobit jenë tuat. Nëse agjeron, dobit jenë tuat. Të tjerë ndoshta nuk kanë ndonjë benefit prej agjerimit tënë. Mirë po është një detyrë, është një obligim dashur vëllezër në fenë tonë, e cila është detyrë personale gjithsesi, por që ndikimi i saj dhe të mirat e saja përveç personit që e kryen i kalojnë edhe shoqërisë, i kalojnë edhe të tjerëve. Andaj është prej obligimeve dhe ibadeteve më interesante të nderuar vëllezër besimtar, po edhe më të nevojshme për të pas një jetë normale në shoqëri dhe për të pas të gjithë ndoshta një komoditet të mirë të jetesës në këtë botë. Është fjala për zeqatit të nderuar vëllezër besimtar. Zeqati është obligim, detyrë, farz për ata besimtar dhe besimtare, burrë dhe gra, burrës e grua, të cilët i plotësojnë disa kushte. E arrin pasuria e tyre nivelin e caktuar nisabin, ku është kushti i parë, dhe kushti i dytë që kjo pasuri me qëndru në këtë nivel ose pas një viti me qenë në nivelin e kërkuar ose edhe më tepër. Këto dy kushte tash vëllezër besimtar, kush i plotson, fjala për zeqatin e mallit, pasurisë, të dukatit, të arit, të argjendit, mallit të tregtisë, të parave kështu me radhë. Kush i plotson obligohet me nxjerr një shumë të vogël 2.5% brenda një herë në vit. Të mirat të nderuar vëllezër besimtar të zeqatit, vlerat të mira, dobit janë të shumta. Janë të shumta për personin. Ka dobi që ndëlidhen me personin, ka dobi që ndëlidhen me mallin, me pasurinë. Të mirat e zeqatit janë edhe për rrethin, për shoqërinë, janë edhe për institucionet, janë edhe për shumë projekte dhe punë të mira pra për fenë në tënësi. Prej dobive dashur vëllezër besimtar, zeqati është pastrim për pasurinë dhe për mallin, por edhe për pronarin e mallit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihum biha." Merja atyre prej pasurisë është fjala merja zeqatin. Kështu Allahu zële ka urdhëruar profetin alayhi salatu wasalam në mënyrë të prerë me ja marrë pjesën që e kanë obligative prej pasurisë. Qysh po na merr neve shteti tatimin në paga dhe në pasuri. Të vëshën, as nuk po na pyet apo don me dhon çet muj apo nuk po don me dhon çet muj.
por në momentin që të zbret paga, halon do shta pas zbrit mirë, atave që kanë marrë hisën e vetë, nga se shteti duhet me mbjetu, nga se interesat e shtetit janë përmbi interesat e individit, nga se interesat shoqërore janë përmbi interesat personale. Andaj Allahu për thot profeti a.s. merja u aty në një pjesë të pasurisë, pse ja Rabbul Alamin, të tahhirhum, që me I pastru. E parë do është pastrim. E pastron mallin përmes zakatit, që është shumë e rëndësishme, por pastrohet edhe pronari I mallit. Dy të nderuar vëllezër besimtar, po nga I njëjti ajet, një dobi shumë e rëndësishme, wa tuzakkihim biha. Fjala zaka I ka dy kuptime. Tuzakkihim I bjen edhe me I pastru, por I bjen edhe me u ashtu, me u arrit. Merjau që me u arrit, subhanallah. Kush po e kërkon të dashur vëllezër besimtar? Kush e kuna është kjo fjalë? I kuna është ky ajet? Kush po e kërkon një pjesë të pasurisë tonë? Po e kërkon I madhi Allah subhanahu wa taala. Ai po thot, ama mu respektivisht jepe për mu, po Zotit te ai nuk shkon, se s'ka nevojë për mallin ton. Ai ka tregu ku na më dhon. Ka thonë ndihmo me parën tonë, ndihmoj fuqara me parën tonë, ndihmoj jetima me parën tonë. Tu zekihim, mirë po ti e jep për mu, e unë përmes asaj pasurie, përmes asaj që e ke dhënë ty të shtej pasuri. Pra është pastrim, është rritje dhe shtim. Po ashtu këtë vërteton edhe hadithi I profetit alayhi salatu wasalam, I cili thot ma naqasat sadaqatun min mal, nuk e zvoglon sadaka mallin o njerëz. Mos friko, mos ke frikë me shtit dorën në xhep, nuk e zvoglon. Kështu po thot I dërguari Allah subhanahu wa taala, ai që nuk flet nga hamendja dhe fjala e tij është shpallje, ai flet me udhëzime nga qielli. Ma naqasat sadaqatun min mal, nuk e zvoglon sadaka, nuk e zvoglon zakati pasurinë, e që I bie se e rrit pasurinë, e shton pasurinë, I jep bereqet pasurisë, dhe kjo është dobia e tretë nderuar vëllezër besimtar. Përmes nxjerrjes së zakatit, përmes dhënies së zakatit, I shtohet bereqeti pasurisë. Ndoshta zvoglohen numrat, por shtohet bereqeti që ka shumë me rëndësi. Yamhaqullahu ar-riba. Allahu e azgjeson kamaten. Pra Allahu ka thonë Kur'an, ai që punon me kamat, yamhaq, e azgjeson, e shkatron, nuk ka bereqet në atë punë, nuk ka fitim gjatë në atë pasuri që bëhet përmes kamatet, nuk ka rahatim në atë pasuri që bëhet dhe fitohet përmes kamateve. O yurbis sadaqat, e këtë është në lidhet me temën tonë, dhe I jep bereqet sadakës zakatit, e pastron, e shton dhe I jep bereqet të ndëruar vëllezër besimtar. Të tri këto ka nevojë secili person me pas. Të tri këto kushte të rëndësishme elemente ka nevojë secila pasuri me pas. Me qenë pastër, mu rrit dhe me pas bereqet. Ndoshta shumë prej njerëzve sot ankohen se rroga nuk po ka bereqet, se para po marrin po nuk e ditën ka po shkon. Subhanallah. A keni menduar ndonjëherë në këtë ajet kuranor? A keni menduar ndonjëherë me e shtu bereqetin e pagës, me e shtu bereqetin e pasurisë përmes dhënies? Atë ka shku ndonjëherë mendja në këtë ajet që Allahu po thot, Allahu nuk jep bereqet në komod, nuk jep bereqet ku fitohet me dollavere, mirë po thot jep bereqet atu ku jepet, e shton atu ku jepet, ja shton atij që jep, ja shton atij që ndihmon të tjerëve. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, përveç gjërave të tjera që besimtarët duhet me I pas parasysh për me kursy, për me rrit, për me dalë shpenzim ose të hyrat, është e mirë të dashur vëllezër, dhe është porosi që një mënyrë e veçantë për shtimin e pasurisë, për shtimin e bereqetit në pasuri është në sadaka.
Edhe nëse e ki rrogën nuk e ki shumë të madhe, sa do qoftë, ja diçka sa do çdo muaj. Sepse ki me e pa ndikimin pastaj, ki me e pa bereqetin pastaj, ki me e pa rehatin pastaj në familje. Dobit e dashur vëllezër besimtar të zeqatit janë të shumta. Këto ishin disa prej dobive në aspektin individual dhe personal që ndërlidhen me personin dhe me mallin, me ato që e jep dhe me mallin që nxirret prej tij zeqati dhe sadaka gjithashtu. Por të mirat e zeqatit dhe nxjerrjes e zeqatit nuk janë vetëm e te i kalojnë individin, e te i kalojnë vetëm atë personalin. Të mirat e tij ose nxjerrja e zeqatit reflekton direkt edhe në shoqëri. Dhe prej atyre që përfitojnë prej zeqatit, padyshim janë projekte të ndryshme, janë familje të ndryshme, janë kategori të ndryshme të shoqërisë, të cilat për momentin kanë probleme financiare, kanë të lashe ekonomike. Ka familje që nuk ja del, të tilla ka shumë. Ka familje që s'kan çka për iftar, ndoshta çka me shtru. Ka familje që s'mundet me e pagu, ndoshta rrymen. Ka familje ndoshta që s'mundet me i shkollu fëmijët. Ka familje që ka nëna vetë ushqyse, që ndoshta i kanë 6 fëmijë, ne kemi raste, dimi raste. Nona e shkreti rrit 6.170 euro social. Llogaritën e tash të dashur vëllezër besimtar se çysh rriten ata fëmijë dhe çfarë brenge të lashe ka një nonë të çysh mundet me ja dal. Çysh mundet me ja dal 6 fëmijë. I vogli 2 muaj, i madhe 10 vjeç. Kurse për rreth nesh ka me 10, mos thon me qindra pasanik që e kanë obligim nxjerrjen e zeqatit. E ka sa dush musliman që ndoshta nuk e kanë farz zeqatin, por kanë kushte të mira të mjaftueshme që jo me ndihmu asaj familje, por me ndihmu qindra në familje dhe në mesin ton mos me pas fukara dhe mos me pas familje që nuk kanë buk me hangër dhe me pi dhe që nuk kanë streh të ndëruar vëllezër besimtar. Kurse një pjesë e besimtarëve i kanë me 3, 4, 5 shtëpi, banesa, villa, vetura dhe të mira tjera të shumta në rregull, inshallah janë halal, s'ka gjatë keqe. Elhamdulillah. Por ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, nuk ka besu dikush prej jush në Allahun që çdo dhe ditën e fundit, nëse ai barkun e ka plot e kojshia i tij s'ka çka me hangër dhe me pi. Andaj kategoria që direkt përfiton prej zeqatit dhe sadakës të vëllezër janë fukarat, janë familjet në nevojë, janë jetimet, janë ata fëmijë të cilët e patën fatin që mu rrit pa babë, e i duhet mu shkollu pa babë, e i duhet me siguru gjërat për shkollë, veshmbathjen, librat, ushqimin. E ka plot familje që ndoshta 3 copa mish që ne po i ham, ndoshta çdo natë në iftar. Ka familje që ndoshta mishin nuk e han vetëm së ditën e Bajramit nëse ja sjell dikush. Për ata Allah Azza wa Jalla ka bë obligim zeqatin. Mos më na lën vetëm vullnetare, por obligim, sepse dikush këtu në rreth ka nevojë për to. Dhe është hak i tij, është hak i atyre fukarave, edhe nëse nuk e nxjerr ai pasanik zeqatin e tij. Nëse nuk e nxjerr dinë se ai është duke punu me mall të huaj. Pra një pjesë e ka pas obligim me nxjerr 2.5 nuk është e tij. Dhe çdo ditë që e vanon ai është duke i bë zullum vetë dhe zullum atyre familjeve që është dashur me aqu të shtëpia. Pra ndihmohen të dashur vëllezër, edhe kryen obligim, edhe pastron pasurinë, edhe pastron mallin,
edhe e pastron veten, edhe shton bereqetin, por dhe i ndihmon të tjerë, ta ka ibadet më të madh se ky. Sa pasaniku jep rishfet, e jep bakshish, për me hetë biznisi, për mos me pas të lashe, jep, as nuk e llogarit. Kur vjen puna të zeqati do këtë që po hargjohet. Kur vjen puna me nxerë zeqati t'i bën 100.000 pyetje, mos për gjonë do një lehtësim. Kurse për me zeqatit e runë pasurin, e shtën pasurin, e runë familjen, i ushqen fëmijët e tu me halal, dhe bëher sebeb që shumë familje me pas me hangër dhe me pi, e mu shkollu e mu rritë që shduhet, dhe që shikohije. Andaj të dashur vëllezër, duhet me pas këtë breng, jo vetëm ata që kanë pasuri, që kanë obligim, por të gjithë ne, që mos me na nxon Bajrami, sepse Ramazani jon pastaj është problem. Kur ne qesim çdo natë fotot të iftareve luksoze, kur ne publikojmë ndoshta çdo natë fotografi prej një restoranti në tjetrin, e ato fotografi ndoshta i sheh një fëmijë që ja ke qenë një paket fillim të Ramazanit me makarona dhe ke menduar që ke kriju obligimin ndaj tij. Ne jemi duke agjeru për me fitu sevape. Ne jemi duke agjeru për më ngrit. E profeti alayhi salatu wassalam ishte bujar, ishte i gjymert, por bujaria ti, dhonja ti, dora ti shlirohe edhe më tepër në Ramazan. Po është ashtu dhe një rol të madh zeqati, sadaka, kontributi i besimtarve, lun jashtëzakonisht të madh edhe për institucionet tona fetare, edhe për mbarvajtjen e jetës fetare në Kosovë, për Bashkinë Islame dhe institucionet e saj. Këto 900 xhami, këto medrese, fakulteti, ato institutet të hifzit, gjithandej nëpër Kosovë, ato kanë obligime. Ato do të me pas të hyra. Janë mbi 2000 punojës të ndëruar vëllezër besimtarë që punojnë në këto institucione, të cilat nuk e marrin ndoshta asnjë cent për shtetit. Dhe duhet besimtarët me kontribu të dashur vëllezër për Bashkinë Islame, me zeqat, me sadak, me kontribut vullnetar, edhe me vitra, sepse edhe kryen obligimin, edhe ndihmon institucionin, por duke ndihmu institucionin ton, shtëpin tone, xhamin tone, ti e ndihmon edhe fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Këta hoxhallar, ata hafuzlar që po na i falin taravih gjithandej, asnjëri prej tyre nuk ka ardhur për jashtë, të gjithë janë prodhim i yni institucioneve tona. Hafuzlar që përkryin hafuzin e medrese, e përkryin hifzin e medrese, e në për institutet tona të ndëruar dhe zërbesimtar. Kjo është madhështore. Kjo është madhështore, andaj tregtarëve ju bëj thirrje që të kontribojnë më tepër për këto institucione. Pse me ardh arabët, e pse me ardh turqit me nej financu neve në zanësit tonë, tu pas ne këtu pasanik, tu pas ne këtë mundësi, ne me fitu se vape, sepse të dashur vëllezër besimtarë, investimin në xhami, investimin në Bashkinë Islame, investimin në medrese, investimin në nxënësat e medreses, investimin në hifzin, mësimin e Kur'anit,
dënë të thot investim inshallah taala, i cili do të vazhdon edhe pas vdekjes dhe nuk harxhohet me harximin e pakoshimore, jo të dashur, por sot trashëgohet kjo dije, sot përsillet kjo dije, sot çndron kjo xhami, sot falen këtu namazli, sot këndojnë atje hafuzat dhe nxënësat, ty do të vinë sevape dhe ti do të shpërblehesh me lejen Allahu subhanahu wa taala. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, ju bëj thirrje dhe apel që zakatin, që sadakatul fitrin dhe ndihmat tjera, përveç nëse keni fukara në mesin ose në rrethin e ngushtë familjar, ti bashkojmë forcat dhe përmes xhamis këtu ta dërgojmë në Bashki Islame, eventualisht ta dërgojmë dhe tek familjet që ne si xhami i dim se kanë nevojë. Forca jonë si xhamat dhe forca jonë si xhami është kur bëhemi bashk, kur jemi bashkë të ndëruar vëllezër besimtarë, kemi këtë punë të madhe. Andaj edhe nëse zakatin e bëjmë bashkë dhe sadakën e bëjmë bashkë dhe të mirat kontributet i bëjmë bashkë, ndikimi jonë ka me qenë shumë i madh, por edhe manipulimi pastaj ka me qenë shumë i vogël, por edhe ti kemi pas sevape shumë më tepër, sepse ndoshta dikush po e shpërndon shumë zakatin ose pasurinë, 10 çatje, 20 çatje, 30 çatje, kur do që njën, kjo është ndoshta lejohet dhe bën mirë, po ka një herë ndoshta janë disa projekte, janë disa familje që kanë përparësi para të tjerave, është mirë dashur vëllezër që të konsultohemi, që të bashkohemi dhe të punojmë bashkarisht në mënyrë që kontributi jonë, ndihma jonë të jetë më e madhe dhe të Allahu Azza wa Jall të shpërblejmë inshallah taala. Më shumë Allahu u apranoft agjerimin, Allahu u apranoft namazin, Allahu u apranoft zakatin, Allahu u apranoft sadakën, Allahu u apranoft kontributin që jepni ya Rabbel Alamin, Allahu apranoft leximin e Kur'anit, iftarët dhe çdo vepër të mirë që bën gjatë këtij muaji të bekuar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.